Në qoftë se dhe ti, femër që më dëgjon, më shikon, në këto momente, je në rolin e viktimës dhe po bën durim për familjen, po bën sakrifica dhe po pranon tradhtin, po pranon dhimbjen tënde shpirtërore, vetëm që çfarë do thonë njerëzit, dhe ke frikë se ku do të vesh, dhe brënda zjen ke agresivitet, ke urrejtje, ke mlef për partnerin që ke në krah, se pse të ka tradhtuar dhe nuk të respekton, jo vetëm e tradhti, por nuk të respekton për atë që je, por u martua me ty ose është me ty, dhe shikon dhe vazhdon të bërë flertin me femra të tjerë. Me ato femra që shesin trupin, shesin vete për 5 euro, shesin veten për një kafe, shesin veten për një pjatë gjellë. Të bëj thirrje ty femër që je në rolin e viktimës, ty femër që pranon nga dhimbja dhe ke frikë të ikësh nga një mashkull dhe pranon të dhembi shpirti dhe të jesh në rolin e viktimës, të qash, të zesh krebatin, të kesh depresion dhe të mbash një mashkull që nuk të respekton. Dua të them që të thuash mjaft deri këtu. Një, nuk është faj jot, e di shumë mirë pse nuk e bën dot, sepse kam qenë dhe unë një femër e tillë që më shikon, isha arritur në një familje që gruaja nuk respektoheshe dhe nuk vlerësoheshe, sepse ka qenë dhe akoma është në disa familje që marrim një grua serioze, të ta kemi grua në krah, po luajmë me ato gratë që na veshin, na nxjerrin gjokset për jashta dhe shallet për jashta. Ju o burra që merreni me këto femra dhe ju femra që shisni veten tuaj, po shisni shpirtin për paratë, do vi dita që nuk do flini rahat. Gjëja më e madhe dhe më e bukur është shpirti dhe ndërgjegja dhe e vërteta. Ju meshkuj bëjni çfarë të doni kur jeni të lirë, po kur keni një partner, dhe aq më tepër dhe kur jeni të martuar dhe me fëmijë, duhet të mësoni të respektoni gruan që ke në krah, atë që u martove, atë që ke në krah, sa do e mirë ose e keqe të jetë. Në qoftë se je burrë dhe ke forcë, atëre që ndroi përballë asaj gruas, respektoje akoma dhe njerë, po jo vetëm atë, po respekto veten tënde, atë burrërinë që gjojash kujton se e ke kur lot me femra të tjera, po je bërë, si të thuash, më falni, legenë, dhe mos prisni dhe kujtoni se bëni legenë, në qoftë se flisni bukur me gruan që keni në krah. Kur e martuat të gruan, ishte shumë e bukur, ishte shumë e mirë. Kur i bëri fëmijë dhe ndenti pa gjumë dhe nuk kishte kohë të merreshe me veten e saja, ishte shumë e mirë. Kur të bën gjellë dhe kur mundoj të bëj 100 punë, është e mirë. Kurse ju doni ato që janë për jashta, e doni dhe ato brenda shëbëtore, po doni dhe ato që janë për jashta. Edhe ju femra që jeni, që mundoni të shisni veten të këta meshkujt. Ata po të dini të respektonin veten e tyre, edhe ato partneret që kishin, nuk do merreshin me ju. A e dini që është vetëm për një copera i mashkull? Ju ku jeni o femra të respektoni veten tuaj, po e shisni për badjava. Po ju bëj thirrje të tëra femrave si femër ka si femrave, po ju bëj thirrje dhe ju meshkujve. Boll, mjaft në këto loja. Mjaft në këto loja. Sepse nuk kemi nevojë vetëm për trup. A bëjani këtë pyetje vetes tuaj, jeni mirë me shpirtin tuaj? Disa mund të më thoni, ajtë më i ka ndet, çfarë janë këto që thua, se nuk të pëlqen fare. E di pse? Sepse nuk e di çdo të thotë vetë zhvillimi. Nuk e di, nuk je i ndërgjegjshëm për ato që bën. Disa
ose i pe në familjen tënde që i bënte babai jot dhe shfrytëzonte dhe nuk respektonte maman, ose i bën ato sepse do të tregosh që je një burr i bukur i zgjuar, sepse je bosh brenda. Akoma dhe ty femër që pranon të sillen kështu në çdo drejtim, dhe ti që shet veten je bosh brenda. Boll na bët tatuazhe dhe na dolët, boll na veshët robat markat që të tregoni për jashta, të trishni vëmendjen, këtheun tek vetja. Dhe tek ty femër, ma vjen keqje në rolin e viktimës, dhe nuk je zgjuar dhe ke frikë ti thuash usht ati burrit që të sjell vërdall dhe të ka bërë të dhembi shpirti dhe zemra, dhe kam shumë persona që bëj terapi që më thonë që shikojnë gjëra, shikojnë mesazhe, shikojnë gjëra për makinat e burrave, fije floku që vejnë arbojnë me gratë e tjera dhe rrinë qajnë dhe i mbajnë për fëmijët edhe për shtëpinë të mos prishnë shtëpinë. Ai mashkull që lejon atë gjë e ka prishur shtëpinë. Shiko të kthesh tek vetja dhe mos ki frikë. Mos ki frikë, sepse ti ke guxim, je gjithçka, dhe në qoftë se ti ke frikë, sepse frika nuk është vetëm tendja, dhe këtë të them dhe frikën time, nuk është kollaj që të largohesh nga një familje, kur ke dhe fëmijë dhe t'jap shumë të drejtë, por dua të them që ajo frikë është gënjeshtër, është matrix që të sjell vërdall dhe ti shiko kush është mësimi mbas kësaj. Shiko mësimin dhe merr guximin dhe dil, sepse nuk je ajo që të ka bërë ai të ndihesh. Për të gjitha juve, gra, që jeni në rolin e viktimës, ju pranoj dhe ju meshkujt, që të vini të na hapni zemrës, pse i bëni këto veprime? Se erdhi koha që ne të pranojmë njëri tjetrin. Po erdhi koha të bësh atë zhvillimin tënd, të bësh i ndërgjegjshme, pse të ndodhin këto. Thërriteni mendjes të gjithë, sepse nuk na shpije kjo lloj mënyre asgjë kundi. Se jo përmbytje dhe luftra, po do ndodhin shumë gjëra në botë, vetëm ne të marrim mësimin tonë. Për të gjithë juve që dëshironi të bëni terapi private, akoma dhe në grup, dhe ditën e mërkurë, në orën 9 me orën e Shqipërisë, e kisha në orën 8 në darkë, do ta bëjmë në 9 se është behar. Kërkoni link, kërkoni të hyni në grupet në Viber dhe në grupet në WhatsApp, që të shikojmë shkakun, pse e bën këtë, pavarësisht se je me shkollë, pavarësisht se je e bukur, e lejon veten të sjellë vërdall. Sepse shumë herë disa gra nuk hiknin se kishin ardhur se nuk kishin lek. Nuk është shkaku ajo gra. Shkaku është brenda nesh, është sepse femrat para nesh, mamat të gjyshet tona së gjyshe, ishin mësuar të mos iknin. E di si e bëjmë? Tamam si ajo elefanti, kur është i vogël dhe i lidhin me një zinxhir në këmbë. Edhe ai nuk ik, sepse atëherë është i vogël. Por ai elefanti, edhe kur rritet që është me tonë, dhe mund të treqit çdo gjë, në qoftë se ai shikon që e lidh këmbën me zinxhir, nuk ikën, sepse në ndërgjegjen e tij kujton se ai nuk mund të iki. Ashtu jemi dhe ne gratë që nuk mund të ikim nga dhimbje dhe pranoj mos respektimin, sepse në ndërgjegjen tonë 14 breza nga mbrapa, gratë mësuan të jenë të shfrytëzuara, të jenë viktima dhe të pranojnë çdo gjë nga meshkujt. Jo me. Dhe nuk dua të them dhe ty që je agresive dhe që shkon në krahun tjetër. Ne e kemi burrin dhe gruan brenda nesh. Kur je brenda e plotësuar, do vi po, ka dhe meshkujt, nuk po them që jeni të gjithë njësoj, dhe femrat të gjithë njësoj, ka dhe meshkujt që janë me ndjenja, dhe ata meshkujt do të rreqësh kur ti ndryshon aurën tënde. Më shkruanim, kërkoni link për ditën e mërkurë në live, në Zoom, për të gjithë juve që doni të dilni nga ky rreth, që të dalim të gjithë bashkë. Mundemi të gjithë bashkë, boll me, mjaft, deri këtu.